Gjithë njerëzit vinë nga lloj situatash, po ca I ka sprovuar edhe më shumë, ato do pa diskutim. Shiko, unë... Dhe sprova të jep edhe kurajo, nuk të jep vetëm vështirësi. Sprova kurajo dhe... Po... Sprovat na vinë nga Zoti ma. E kupton? Për me na bo më të fort. Drejt. Dhe vetëm sprovat na bëjnë më të fort. Se po ta kemi vajt gjithën, patjetër. Do devijojmë diku edhe do dështojmë. Patjetër. Ja, më s'ka sens ajo është. Nuk ka sens ajo është. Da kesh vaj, nuk ka jeta, nuk ka vaj, nuk ka luajtshmëria është e mirë. Të ndihmon shumë drejtina. Njeriu duhet me kalon humbje dhe në fitore që të vlerësoj çfarë është njëra, çfarë është tjetër. Sakt, shumë sakt. Ka një kështu, unë jam fan I madh I aviacionit për shembull. Po shumë fan I madh, sa kam fluturuar simulator disa herë, edhe këtë flight simulatorin e Microsoftit në kompjutere me radhë. Edhe ka një gjë që quhet Artificial Horizon artificial, po. Që është një shenjë në atë, në ekranin e parë të fluturimit që të ndihmojnë që të dish se ku je në kohë mjegullët. Dhe nëse avioni jot hyn në një spirale apo në një situatë ku nuk është më në pozicionin fizik që duhet të jetë, një vakum, çfarë do qoftë. Piloti që nuk, në qoftë se ai horizonti artificial fshihet, ti nuk di më nga është lart dhe nga është poshtë. Se ke pra në një kohë mjegull po themi, jo gjithmonë, ku ti nuk shet dot përpara, nuk ke vizibilitet. Në një kohë mjegull ti nuk di më se ku është lart dhe ku është poshtë. Prandaj që kjo është edhe puna e jetës, besoj unë. Nëse ti nuk kalon në humbje fitore, ti s'di nuk e di se ku e vërtet. Ti dallosh më, edhe nuk di as ti duash, më s'di as duash vetes. Shumë I sakt. Që jeta e tij. Shumë I sakt. Më ke impresionuar shumë. Realisht. E vlerësoj. Më ke impresionuar mërësi shumë. Edhe më ke emocionuar me gjitha të videot që ju ishe hyrja jo dhe gjitha. Realisht, edhe me zemën. E vlerësoj. E vlerësoj mirë. Të përshëndes, se